Shumë njerëz përjetojnë një ndjeshmëri të çuditshme gjatë natës. Zgjohen në mes të gjumit me duar të mpjera, një ndjesinë të thumbimit ose madje një mungesë të plotë të ndjenjes në gishta. Për disa kjo ndodh vetëm një herë një kohë, por për të tjerët bëhet një problem i vazhdueshëm që ndikon seriozisht në cilësinë e gjumit. Shumë e neglizhojnë këtë simptom, duke menduar se është diçka normale, por e vërteta është se kur duart mpihen gjatë gjumit, shtylla kurrizore dhe sistemi nervor mund të dërgojnë sinjale paralajmëruese që nuk duhen injoruar. Kur një person shtrihet për të fjetur, trupi i tij kalon nëpër një seri procesesh rigjeneruese. Muskujt relaksohen, zemra ngadalson në rrahjet dhe sistemi nervor fillon të rivendosë ekuilibrin. Megjithatë, nëse pozicioni i gjumit nuk është i duhur, ose nëse ekzistojnë probleme të fshehura në shtyllën kurrizore, nervat që udhtojnë nga qafa dhe shtylla kurrizore drejt duarve mund të ngjishen ose komprimentohen. Kjo ndodh veçanërisht me nervat që kalojnë përmes rajonit cervikal të shtyllës kurrizore, në qafë. Shtylla kurrizore në zonën e qafës përbëhet nga 7 vertebra, të njohura si vertebrat cervikale. Midis këtyre vertebrave dalin rrënjët nervore që formojnë atë që mjekët e quajnë pleksusin brachial, një rrjet kompleks nervash që kontrollojnë lëvizjen dhe ndjeshmërinë e krahëve, parakrahëve dhe duarve. Kur këto vertebra nuk janë në pozicionin e duhur, ose kur disqet intervertebrale janë të kompresuara, nervat mund të komprimentohen. Ky kompresim shkakton atë që zakonisht përshkruhet si mpirje, thumbim ose njollim në duar. Por pse ndodh kjo specifikisht gjatë natës? Gjatë ditës, kur njeriu është në këmbë dhe lëviz, shtylla kurrizore mbështetet nga muskujt që janë aktiv dhe që e mbajnë atë në pozicion. Kur personi shtrihet dhe muskujt relaksohen plotësisht, çdo çrregullim i vogël në strukturën e shtyllës kurrizore bëhet më i dukshëm. Nëse vertebrat janë pak të zhvendosura ose nëse disqet intervertebrale janë të kompresuara, presioni mbi nervat rrithet kur trupi është në pozicion horizontal. Një nga shkaqet më të zakonshme të mpirjes së duarve gjatë gjumit është sindroma e kanalit karpal, por jo gjithmonë kjo është problemi kryesor. Në shumë raste, burimi i vërtetë është radikulopatia cervikale, një gjendje ku rrënjët nervore në qafë komprimentohen ose irritohen. Kjo mund të shkaktohet nga hernia e diskut, artropatia cervikale, stenoza spinale ose thjesht nga një pozicion i keq kronik i qafës që mbajnë shumë njerëz për shkak të përdorimit të telefonave celular dhe kompjuterve. Kur një person flen në një pozicion që e mban qafën të përkulur shumë përpara ose prapa, ose kur përdor një jastëk që nuk e mbështet siç duhet lakore natyrale të qafës, vertebrat cervikale mund të ushtrojnë presion të shtuar mbi nervat. Për shembull, nëse dikush fle me një jastëk shumë të lartë, qafa mbetet në një pozicion të përkulur përpara për orë të tëra. Kjo zgjon hapësirën ku nervat dalin nga shtylla kurrizore dhe mund të shkaktojë kompresion. E njëjta gjë ndodh kur dikush fle pa jastëk fare, duke e mbajtur qafën të shtrirë tepër propa. Simptomatikat e kompresionit nervor nga shtylla kurrizore nuk kufizohen vetëm tek mpirja e duarve. Shumë persona raportojnë gjithashtu dhimbje në qafë që shtrihet në supë dhe krah, dobësi në duart, vështirësi në kryerjen e detyrave të imta motorike si kopsinimi i butonjve dhe një ndjesi kruajtjeje përgjatë krahut. Në rastet më të rënda, mund të ketë edhe humbje të forcës muskulore në duar dhe një vështirësi në mbajtjen e objekteve. Por çfarë ndodh saktësisht në nivel mikropik kur një nerv komprimetohet? Nervat janë struktura delikate që përcjellin impulse elektrike nga truri dhe palca kurrizore drejt pjesëve të ndryshme të trupit. Kur një nerv ngjishet ose komprimetohet, rrjedha normale e këtyre impulseve ndërpritet. Ky ndërprerje shkakton atë që njihet si parestezi, një ndjesi e çuditshme e thumbimit, mpirjes ose kruajtjes. Nëse kompresioni vazhdon për një kohë të gjatë, mund të çojë në dëmtim të qëndrueshëm të nervit dhe humbje të përhershme të funksionit. Është interesante të vihet re se jo të gjithë njerëzit që kanë probleme me shtyllën kurrizore përjetojnë mpirje të duarve. Kjo varet nga shkalla e kompresionit, nervat specifik që preken dhe nga aftësia kompensatore e trupit. Për shembull, nëse komprimetohet nervi C6, një nga nervat që del nga vertebra e 6 cervikale, shpesh ndjehet mpirje në gishtin e madh dhe në tregues. Nëse preket nervi C7, mpirja mund të ndjehet më shumë në gishtin e mesëm, ndërsa kompresioni i nervit C8 shkakton zakonisht mpirje në gishtin e vogël dhe atë përcjellës. Një faktor tjetër që përkeqëson këtë gjendje është qëndrimi i kokës gjatë ditës. Në epokën moderne, shumica e njerëzve kalojnë orë të tëra duke shikuar ekrane telefona, kompjutera, tableta. Kjo krijon atë që mjekët e quajnë qafa teknologjike ose text neck. Kur koka mbahet e përkulur përpara për kohë të gjata, pesha e saj që normalisht është rreth 5 deri në 6 kg,
krijon një presion shumë më të madh mbi shtyllën kurrizore cervikale. Për çdo inç që koka lëviz përpara nga pozicioni neutral, presioni mbi qafën rritet në mënyrë dramatike, duke arritur madje deri në 20 kg presion të shtuar. Ky stres kronik mbi strukturat e qafës çon në ndryshime degenerative të hershme. Disqet intervertebrale fillojnë të humbasin lëngun e tyre duke u bërë më pak fleksibël dhe më të ndjeshëm ndaj lëndimeve. Ligamentet rreth vertebrave mund të forcohen dhe të kufizojnë lëvizjen. Muskujt e qafës bëhen të tendosur dhe të dhimbshëm. Të gjitha këto ndryshime kontribuojnë në kompresionin nervor që manifestohet si mpirje e duarve gjatë natës. Por a është vetëm shtylla kurrizore fajtor? Jo gjithmonë. Ekzistojnë disa vende përgjatë rrugës së nervit nga qafa në duar ku mund të ndodhë kompresioni. Një vend i zakonshëm është kanali karpal në kyçin e dorës, ku nervi median kalon nëpër një tunel të ngushtë të formuar nga kocka dhe ligamente. Një vend tjetër është tuneli kubital në bryll, ku nervi ulnar mund të komprimetohet. Megjithatë, kur problemi buron nga shtylla kurrizore, zakonisht simptomatikat janë më të shpërndara dhe prekin rajone më të gjera të kraheve dhe dorës, jo vetëm zona specifike. Diagnostikimi i burimit të saktë të mpirjes së duarve kërkon një vlerësim mjekësor të kujdesshëm. Mjeku zakonisht do të kryejë një ekzaminim fizik të detajuar, duke testuar forcën muskulore, reflekset dhe ndjeshmërinë në rajone të ndryshme të kraheve dhe duarve. Ekzistojnë teste specifike, si testi i Spurling, ku mjeku rrotullon dhe përkulon qafën e pacientit duke ushtruar një presion të lehtë mbi kokë për të parë nëse riprodhohen simptomatikat. Për një diagnozë më të saktë, shpesh rekomandohen imazhe diagnostike. Rrezet X mund të tregojnë ndryshime në strukturën e kockave dhe të vertebrave. Rezonanca magnetike është veçanërisht e dobishme sepse mund të vizualizojë indet e buta si disqet intervertebrale, palcën kurrizore dhe rrënjët nervore. Në disa raste, mund të kërkohet një elektromiografi, një test që mat aktivitetin elektrik të muskujve dhe shpejtësinë e përqimit nervor për të përcaktuar se cilat nerva janë të dëmtuara dhe sa seriozisht. Trajtimi i mpirjes së duarve që vjen nga problemet e shtyllës kurrizore varet nga shkaku themelor dhe nga rëndësia e simptomave. Në shumë raste, ndryshimet në mënyrën e jetesës dhe terapia fizike mund të japin përmirësime të konsiderueshme. Fizioterapistët mund të mësojnë ushtrime specifike që forcojnë muskujt e qafës dhe përmirësojnë qëndrimin. Këto ushtrime ndihmojnë në hapjen e hapësirave ku nervat dalin nga shtylla kurrizore dhe në urjen e presionit mbi to. Ndryshimi i pozicionit të gjumit dhe përdorimi i jastëkve të dur janë po aq të rëndësishëm. Jastëku ideal duhet të mbështesë lakore naturale të qafës pa e mbajtur kokën shumë lart ose shumë poshtë. Pozicioni më i mirë i gjumit për shumë persona është shtrirja në shpinë me një jastëk që mbështet siç duhet qafën, ose shtrirja në një anë me një jastëk midis gjunjëve për të mbajtur shtyllën kurrizore në linjim të dur. Duhet shmangur gjumi në bark, sepse kjo pozicion kërkon rrotullimin e kokës në një anë për orë të tëra, duke vënë presion asimetrik mbi shtyllën kurrizore cervikale. Për rastet më të rënda, mund të rekomandohet terapia me barna antiinflamatore për të ulur ëndjen rreth nervave ose madje injeksione steroidësh në zonën epidurale për të dhënë lehtësim afatgjat. Qiropraktikët e osteopatët gjithashtu mund të ofrojnë trajtim përmes manipulimeve të butë të shtyllës kurrizore, megjithse është e rëndësishme që këto të kryen vetëm nga profesionistë të kualifikuar, pasi manipulimet e gabuara mund të përkeqësojnë gjendjen. Në rastet ku trajtimi konservativ nuk funksionon dhe simptomat janë të rënda ose progresive, veçanërisht nëse ka dobësi muskulore të dukshme ose humbje të kontrollit të zorëve dhe fshikzës, mund të jetë e nevojshme ndërhyrja kirurgjikale. Kirurgjia mund të përfshijë heqjen e një hernie diskale që po shtyp nervat ose procedura të tjera që krijojnë më shumë hapësirë për nervat në kanalin spinal. Por parandalimi mbetet gjithmonë më i miri se trajtimi. Ka disa masa që çdo person mund t'i marrë për të mbrojtur shtyllën kurrizore dhe për të parandaluar problemet që çojnë në mpirjen e duarve. E para dhe më e rëndësishmja është ruajtja e një qëndrimi të mirë. Kur punon në kompjuter, ekrani duhet të jetë në lartësinë e syve për të shmangur përkulljen e kokës. Duart dhe kyçet duhet të jenë në një pozicion neutral dhe supet duhet të jenë të relaksuara, jo të ngritura drejt veshëve. Pushimet e shpeshta janë thelbësore. Edhe një pushim 5 minutësh çdo orë ku personi ngrihet, ecën pak dhe bën zgjerime të lehta të qafës dhe supeve, mund të bëjë një ndryshim të madh. Ushtrime të thjeshta si rrotullimi i butë i qafës, ngritja dhe ulëzja e supeve dhe zgjerimi i krahëve mund të ndihmojnë në ruajtjen e fleksibilitetit dhe të forcës muskulore. Aktiviteti fizik i rregullt është gjithashtu thelbësor. Notja veçanërisht është një ushtrim i shkëlqyer për shtyllën kurrizore sepse ofron rezistencë pa mbingarkuar nyjat.
Yoga dhe pilates mund të përmirësojnë fleksibilitetin, ekuilibrin dhe forcën bërthamore, të cilat të gjitha ndihmojnë në mbështetjen e shtyllës kurrizore. Është po aq e rëndësishme të shmangen faktorët që përkeqësojnë problemet e shtyllës kurrizore. Mbi pesha vendos presion të shtuar mbi të gjitha strukturat mbështetëse të trupit, përfshirë shtyllën kurrizore. Duhani dëmton qarkullimin e gjakut dhe mund të ngadalsojë shërimin e indeve të dëmtuara. Stresi kronik shkakton tension muskular që mund të kontribuojë në dhimbje të qarkës dhe kompresion nervor. Ndonjëherë, mpirja e duarve mund të jetë një simptom e hershme e gjendjeve më serioze, si stenoza spinale, mielopatia cervikale, ose madje çrregullime autoimune, si artrit reumatoid, që prekin shtyllën kurrizore. Prandaj, çdo person që përjeton mpirje të përsëritur të duarve gjatë natës nuk duhet ta injorojë këtë simptom. Ajo mund të jetë një sinjal i hershëm që duhet të merret seriozisht. Është interesante se sa njerëz jetojnë me këto simptoma për muaj ose madje vite pa kërkuar ndihmë mjekësore, duke u mësuar me të si normale. Por trupi nuk dërgon sinjale pa arsye. Kur nervat komprimetohen në mënyrë të përsëritur, mund të ndodhë dëmtim progresiv që bëhet më i vështirë për t'u trajtuar me kalimin e kohës. Sa më shpejt të identifikohet problemi dhe të fillojë trajtimi i duhur, aq më të mira janë shanset për rikuperim të plot. Në përfundim, kur duart mpihen gjatë gjumit, ky nuk është thjesht një shqetësim i vogël që duhet injoruar, është një sinjal që shtylla kurrizore, nervat apo strukturat e tjera mund të jenë nën presion ose të dëmtuara. Duke kuptuar lidhjen midis shtyllës kurrizore dhe simptomave në duar dhe duke marrë hapa proaktiv për të mbrojtur shëndetin e shtyllës kurrizore, çdo person mund ta përmirësojë ndjeshëm cilësinë e gjumit dhe të jetës së përditshme. Trupi flet dhe është përgjegjësia e secilit ta dëgjojë atë.